Partia Demokratike e Vlorës shpreh falenderimet dhe mirënjohjen më të thellë për çdo demokrat, qytetar, aktivist dhe qendrestar që mori pjesë në protestën e ditës së djeshme. Prania masive dhe angazhimi qytetar treguan qartë se Vlora nuk pranon më keqeverisjen, korrupsionin dhe arrogancën e pushtetit, që prej vitesh kanë dëmtuar rënd jetën ekonomike, sociale dhe institucionale të vendit. Protesta e djeshme ishte një shprehje lirë e vullnetit qytetar dhe një akt i pastër demokratik kundër një modeli qeverisjese që ka dështuar të përmbush interesin publik. Qytetarët e Vlorës dhanë një mesazh të qartë kundër kapjes së shtetit, varfërimit të qëllimshëm dhe mungesës së llogaridhënies nga sekti Rama. Partia Demokratike e Vlorës vlerëson lart qytetarinë, përgjegjshmërinë dhe vendosmërinë e treguar nga të gjithë pjesëmarrësit. Gjithashtu, në emër të deputetit Bujar Leskaj, shpreh falenderimet dhe mirënjohjen e tij të veçantë për çdo qytetar të Vlorës dhe Selenicës që u bashkua protestës, duke treguar kurajo qytetare dhe ndërgjegje demokratike. Protesta e djeshme ishte një akt i fuqishëm qendrese ndaj keqeverisjes së Edi Ramës dhe një sinjal i qartë se qytetarët janë të vendosur të mos pranojnë më padrejtësinë, korrupsionin dhe varfërimin e vendit. Theksojmë se kjo pjesëmarrje e gjerë është një burim shprehse dhe force për vazhdimin e betejës demokratike deri në rikthimin e shtetit ligjor, demokracisë funksionale dhe dinjitetit për çdo shqiptar. Partia Demokratike siguron qytetarët se ajo do të vijojë të jetë në krah të tyre në çdo betejë politike dhe qytetare deri në arritjen e ndryshimit të shumëpritur. Faleminderit.